Çfarë i bën dobi njeriut pas vdekjes? Nga Ebu Hurajra, për cilët se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur vdes njeriu, ndërpritet puna e tij përveç 3 lloj punësh: një lëmosh rrjedhse e pandërprer, një dije prej së cilës përfitohet, apo një fëmijë i devotshëm që lutet për të. Allahu e ka bërë dynjan vend pune në të cilën njeriu furnizohet për në botën tjetër, e cila është vendi i shpërblimit me vepra të mira ose të këqija. Neglizhuesi do të pendohen kur të zhvendosen nga ky vendi punës, dynjaja, pa u furnizuar prej saj për në botën tjetër, gjë e cila, furnizimi, do t'i bënte ata të lumtur. Por në atë kohë nuk u bën më dobi përpjekja e tyre dhe nuk ka mundësi që njeriu të ushtojë veprave të tij të mira asnjë grimc e as të fshijë nga gjunajt e tij asgjë. Kështu puna e njeriu është e ndërprer përveç këtyre 3 gjërave, të cilat janë gjurmë të punës së tij. E para, lëmosha e vazhdueshme, pra ajo sadaka do bie së cilës vazhdon, si puna e pasurisë që lihet vakëf nga të ardhurat e së cilës përfitohet nëse ajo është tokë, apo enët prej të cilave përfitohet, apo kafshët të cilave u hipet dhe përfitohen prej tyre dobit të tjera, apo librat dhe Kuranet që ai ka lënë pas me leximin e të cilave njerëzit kanë dobi, apo xhami të ndërtuara, shkolla dhe shtëpi e të tjera veç tyre prej veprave të bamirësisë nga të cilat njerëzit përfitojnë. Të gjitha këto i sjellin shpërblim vazhdimisht njeriut për sa kohë që përfitohet prej tyre. Kjo është nga mirësitë më të mëdha të vakëfit, sidomos vakëfet që ndihmojnë njerëzit në çështjet e tyre fetare, siç është dituria, përpjekja në rrugt të Allahut, ndihma për ata të jenë të përkushtuar ndaj adhurimeve dhe të ngjashme. Për këtë dietarët kanë vënë kushte vakëfi që përfitimi prej tij të shpenzohet në bamirësi dhe gjëra që të afrojnë tek Allahu. E dyta, dituria e dobishme prej së cilës njerëzit përfitojnë pas vdekjes së tij, si dija që e kanë mësuar prej tij nxënësit që përgatiten për t'u ngritur në dije, dija që ai ka shpërndar në mesin e njerëzve, dhe librat që ai ka shkruar në dije të ndryshme prej diturive të dobishme. Sa më shumë të zgjatet zinxhiri përfitimit prej dijes së tij, qoftë prej atyre që ai ka mësuar drejt për drejt, apo prej atyre që ai ka shkruar, shpërbimi i tyre rrjedh pa pushim për autorin e tyre. Sa prej dietarëve udhëzues kanë vdekur prej qindra vitesh, ndërsa librat e tyre lexohen akoma, dhe zinxhiri i nxënësve dhe mirësisë së tyre vazhdon. Kjo është mirësia e Allahut. E treta, fëmia i mirë, i devotshëm, qoftë ai fëmijë i tij, fëmia i djalit të tij, fëmia i vajzës së tij, mashkull apo femër qoftë, prindi i tij, përfiton prej devotshmërisë dhe lutjes së tij. Ai në çdo kohë lutet për prindrit që Allahu t'i falë dhe t'i mëshirojë, t'u ngrej gradat e t'u jap shpërblim të shumtë. Këto që përmendëm në këtë hadith janë të përfshira tek fjala e të lartësuarit që thotë: me të vërtetë, ne i ringjallim të vdekurit dhe shkruajmë atë që ata kanë punuar dhe gjurmët që kanë lënë pas. Surja Yasin 12. Ajo që kanë punuar janë veprat e tyre të mira apo të këqija, ndërsa gjurmët që janë lënë janë ato që kanë ardhur si pasojë e punëve të tyre, prej veprave të mira që kanë bërë të tjerët pas tyre, apo që kanë përfituar prej gjurmëve të tyre. Gjithçka që i arrin njeriut prej gjurmëve të punëve të tij janë 3 gjëra: punë që i kanë bërë të tjerët për shkak të thirrjes së tij për të mira dhe orientimit që ai u ka bërë njerëzve, gjëra prej të cilave kanë pasur dobi të tjerët, çfarëdo lloj dobie qoftë ajo, edhe prej shembullit të mirë që kanë parë tek ai dhe ka qenë frymëzim për ta për vepra të mira. Veprat e mira që i kanë bërë të tjerët dhe shpërblimin e tyre ja kanë dhuruar atij, në një sadaka që e kanë dhënë në emër të tij apo janë lutur për të, pa marrë parasysh a është prej fëmijëve të tij fizik apo fëmijëve të tij shpirtëror që janë edukuar dhe mësuar prej duarve të tij apo prej të afërmve, shokëve, dashamirësve, prej muslimanëve mbar, sipas gradës së tij në fe dhe sipas mirësisë që ka përcjell tek njerëzit apo është bërë shkak për të. Në bazë të dashurisë që Allahu ka vendosur në zemrat e njerëzve, për të e cila patjetër do lërë gjurmë të shumta, siç janë lutja dhe kërkimi i faljes për të. Të gjitha këto hyjnë në këtë hadith të ndershëm. Mund të bashkohen për robin në një gjë të vetme përfitime të ndryshme të shumta, si fëmia i devotshëm dietar, për të cilin babai është përpjekur që ai të arsimоhet, librat që ai lë vakëf për mbar muslimanët, apo që i adhuron atij që mund të ketë dobi prej tyre. Me këtë hadith argumentohemi për nxitjen për martesë prej fryteve të së cilës është arritja e fëmijëve të devotshëm dhe gjëra të tjera të dobishme, si edukimi dhe përmirësimi i gruas, mësimi i saj ato gjëra që i bëjnë dobi dhe ajo u bën dobi të tjerëve. Allahu është më i dishmi.